Interpol Tirana në bashkëpunim me atë të Romës dhe Athinës kanë finalizuar operacionet për ekstradimin e 4 shtetasve. Është ekstraduar nga Greqia në Shqipëri shtetasi Altin Merdani, 46 vjeç, pasi gjykata e Gjirokastrës në vitin 2017 e ka dënuar me 4 vjet e 8 muaj burgim për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Merdani në vitin 2015 në bashkëpunim me shtetasit me iniciale PSH dhe GI transportoi në fshatin Frasher përmet rreth 100 kg kanabis. Gjatë kryerjes së kësaj veprimtarie kriminale në drejtim të 3 shtetasve, u qellua me armë. Nga të shtënat u dëmtua shtetasi me iniciale GI. Sipas Interpol, nga dënimi 46 vjeçarit i kanë mbetur për të vuajtur rreth 2 vjet e gjysmë burgim. Po ashtu është ekstraduar nga Shqipëria në Itali Fatmir Isolari, 58 vjeç, pasi gjykata e apelit e Firenzës e ka dënuar me 7 vjet burgim për trafikim të lëndës narkotike kokain kryer në kuadrin e organizatës kriminale. Nga Shqipëria në Itali është ekstraduar edhe një 30 vjeçar me iniciale GH, pasi gjykata e Romës i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për trafikim të lëndëve narkotike, pjesëmarrje në komplot kriminal dhe zhvatje në rrethana rënduese. Nga Shqipëria në Itali është ekstraduar gjithashtu edhe një 27 vjeçar me iniciale AA, pasi gjykata e Romës ka lëshuar urdhër arresti për të për veprën penale, trafikimi lëndëve narkotike.